Themelues të UÇK-s ndodhen në paraburgim, që unë alarmoj për shkelje flagrante të drejtave të njeriut në Hagë. Dhe me sa vështirësi ka kalu gjykata special, është që gjykata po e kalon madje edhe vetë ligjin dhe logjikën e ligjit. Në rastin e Sali Mustafës, komandant Calit. Po ka elementet të shëndrimit në gjykatë për mjekëse. Ky ka marrë garanci që nuk do të shkoj vetë, sa shumë i kemi rënë qafë ati njeriu, me inicu diçka e cila mas parit merr ty. Ai njeri dëgjon të ndërkombëtarët dhe ku përfundoi sot. Pra mendoj që gjithë kanë ditë që potencialisht ata do të jenë, se për ta është sakrifica e fundit e tyne që është bërë për Kosovën? Që këta janë shkuar në gjykatës e kanë ditë që s'kan me dekë. Se në këtë proces ka qenë një dëshmitar dhe mes tjerash e akuzonte Sulejman Selimin, dihet autori, është dënuar autori, e merr plumin këtu, i depërton plumin në gjenitale, i del tjetër nënë. Kontribut shumë të madh që Sali Mustafa me qenë burg kanë dhënë edhe bashkëluftëtarët e tij. Pushteti Albin Kurtit do që Zoti Thaçi të dënohet. Kosovën e nxjerr si shtet produkt i një lufte kriminale. Kanë atje edhe e viziton veç njërin bën gabim të jashtëzakonshëm. Po të kishte qenë Hashim Thaçi këtu për shkak ai kish pas bezdishur. Qysh janë ndonjë njerëz atje që dojnë gjithçysh me dënutin. Dojnë pushtet, do hesin shtetin. Keq është, po nuk hiç ka bën. Po mu dënu se cili provoi që ka bërë krime, qysh doli të ketë emrin. Qysh u bë që 4 vjet në qeveri që hiç se çelgohen. Nuk çon me i Hashim Thaçi në përmalje. Se shumica aty në dëshmitarëve janë të paguam, janë të përgatitur në Serbi, jo jemi bindur, kam prova. Mirëmbrëma miq, mirëmbrëma shikues të nderuar të paparacit dhe televizionit Dugaxhini. Mirëmbrëma Visaru. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Faleminderit. PDK-ja përkatësisht deputeti Gruda pati një konferencë për shtyp, ku alarmoi për shkelje të drejtave të njeriut në Hagë. Tash jo pse jam unë këtu, po ka shumë vjet që unë alarmoj për shkelje flagrante të drejtave të njeriut në Hagë. Mënyra si trajtohen të paraburgosurit në Hagë është çnjerëzore. Besomni. Kanë mungesë ushqimi. U shërbehet ushqim të tipit ushtarak, konserva, me tjera. U duhen para për të pas një troh mirëqenie aty, mrena aty në kushteve në cilat ndodhen të akuzuarit përfshirë Zotin Thaçi, ish presidenti i Kosovës. Dhe kjo ka has në vesh të shurdhër. Madje edhe PDK-ja nuk është marrë shumë me këtë punë. Sporadikisht është marrë kështu ndonjëri. Me raste të rralla janë marrë me këtë çështje. Këtu po e përjashtoj marshin për drejtësi që ka qenë ndoshta marshi më i madh që është marrë ndonjëherë në Kosovë, në Prishtinë. Megjithatë, po bëhen 5 vjet që njerëz tanë udhëhec të UÇK-s, themelues të UÇK-s ndodhen në paraburgim. Dhe ne kemi me të kështu të prit. Hajtë shohim se çka po ndodh. Por të shohim se çka po ndodh, gjasat janë me ndodh diçka shumë e keqe për këtë vend. Pastaj edhe për ata. Sepse kemi rastin e Sali Mustafës, kur shkelen drejtat në mënyrë flagrante, aplikohet një dënim kundërshtim me konventat ndërkombëtare dhe në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës. Dhe megjithatë ne vazhdojmë sërish me hesht edhe me prit. Nuk e di si e ke pa Visar këtë kohë, e di që e marrë gjatë, e marrë shumë herë gjithë këtë proces. Po tash mu më kujtohet të më thonë diskutimit që prej ligjit dhe amendamentit kushtetues për kemi pasur kuvend, ata kam qenë deputet. Dhe ato diskutime që kanë ndonë kuvend, ju e dini se me sa vështirësi ka kalu gjykata speciale dhe ka pas aty vërejtje serioze të ngritura nga deputetët, të cilat nuk kanë mujtë të adresohen.
për shkak se qëndrimi i qeverisë atëhershme, përkatësisht i ministrit të drejtësisë ka qenë që nuk mundemi me ndryshu kur gjë në tekstin e ligjit. Praktikisht kjo ka qenë domethënë mënyra se si është ky ligj edhe amendamenti kushtetues. Nga sponsorët e gjykatës speciale që kanë qenë kryesisht vendet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian me mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sidoqoftë edhe aty në ligj ka pas disa shkelje serioze, mirë po tash çka po shohim sot është që gjykata po e tejkalon madje edhe vetë ligjin dhe logjikën e ligjit. Edhe logjikën e vetë gjykatës për çka është themelu. Pra, unë e di që ka pas diskutim jashtëzakonisht të madh në Kosovë. Kush e mirata, jo e miratun këta, jo e miratun ata, jo na jena kon kundër, jo fa ju. Ky diskutim bas edhe është i vlefshëm për një kohë tjetër. Për mendimin tim sot diskutimi më i rëndësishëm në Kosovë është që pavarësisht çysh ka ardhur, kush e ka votuar, kush jo. Kosova nuk duhet kurrë me u tregu si vend, e cila nuk do me i trajtu akuzat për krimet që i bëhen qytetarëve të saj, veçanërisht në këtë rast kaq të ndjeshëm. Pra unë mendoj që ka qenë e mençur dhe në përputhje me procesin shndërtimit të Kosovës që me vepru karshi atyre akuzave që kemi vepru. Mirë, tash kjo nuk do të thotë që na duhet me e leju gjykatën ndërkombëtare, këtë farë gjykatën speciale, se dhomat e specializuara, si quhen zyrtarisht, që ata me qenë komplet të pandikuar prej rregullave edhe procedurave ligjore. S'po them që duhet me pas ndikim politik, nuk po them që duhet me pas ndikim politik. Përfshirë ato ndërkombëtare. Përfshirë ato ndërkombëtare, madje çka është më me rëndësi, përfshirë rregullat dhe procedurat që janë vendosur aty për të mbrojtur drejtat e njerëzit në nivel evropian, siç është për shembull Konventi Evropian për drejtat e njerëzit. Ne mas shumë të që muj me pas një pasqyrë se si funksionon kjo gjykat, është procesi në rastin e Sali Mustafës, komandant Calit, sepse është i gjykuar deri në fund përfshirë gjykata kushtetuese. Edhe gjykata kushtetuese e dhomave të veçanta. Po në anën tjetër po, mendoj që kjo domethënë pak a shumë e tregon se me çfarë shpërfillje dhe nganjëherë dhe me çfarë të them kështu interesimi të shtuar të prokurorëve dhe ose gjykatësve ka për me i dënu të akuzuarit aty. Sepse gjykata, tash të kthehemi pak kështu në farë shpjegimi shumë bazik për mendimin tim, por që është i nevojshëm besoj edhe për publikun. Gjykata në shoqëritë moderne, gjyqësia, gjyqësori në përgjithësi, e ka për qëllim jo me i dënu njerëzit, po me shqiptu dënime për krimet e kryera në bazë të procedurave me qëllim të risocializimit të atij njeriu. Çfarë do të qoftë? Domethënë. Dhe këtu tash na po shohim që këtu ka elemente të një gjykate e cila qëllim parsorë ka dënimin, pavarësisht pse. Dhe tash në përbotën moderne, ku edhe na bëjmë pjesë, pra dhe sistemi jonë gjyqësor është i ndërtuar aty, i pandehuri gëzon të drejta dhe i pandehuri e gëzon të drejtën që dy gjëra shumë të rëndësishme. Pra me pas një mbrojtje të denjë, që vendimi i gjykatës mos më qenë arbitrar. Që nuk e kanë. Ata e kanë mbrojtjen e denjë, por që nuk po merren parasysh. Dhe në anën tjetër, jo edhe nuk e kanë, edhe tash ta shpjegojmë pse nuk e kanë, se është e cenuar kjo e drejtë. Dhe në anën tjetër edhe me pas rregulla të tilla, procedura të tilla, të cilat ja mundsojnë pandehurit dënimin sa më të vogël të mundshëm siç parashihet me ligj. Në rastin e Calit që e përmendet ti, zoti Sali Mustafa, gjykata nuk e ka përfillur të dytën, që është shumë e rëndësishme. E që është e drejtë e mbrojtur me kushtetutën e Republikës Kosovës, e që është e drejtë e madje e inkorporuar në të gjitha ligjet e Kosovës, në kodin penal, kodin e procedurës penale. Pastaj ka qenë edhe në kodin penal të Jugosllavisë, Republikës Federale Jugosllavisë kështu me. Dënimi maksimal 15 vjet. Po. Dhe tash, në situata ku për shembull dy ligje që e mbulojnë një fushë të caktuar, dhe në të cilën ka shpërputhje, pra një ligjëri dhe një ligje vjetër, aty edhe Konventi Evropian për drejtat e njerëzit, edhe Kushtetuta e Republikës Kosovës, e cila e zbaton automatikisht Konventin Evropian për drejtat e njerëzit, thotë që duhet të merret dënimi më i vogël që parashihet me ky ligj. Pra nëse ka konflikt, nëse për shembull ligji i kaluar ka thënë 15 vjet, e ky thotë deri në 20, ti e merr 15. Gjykata nuk ka parim. Po, parim është. Gjykata parim kushtetues. Po. Gjykata nuk ka vepruar kështu. Përkundrazi gjykata ka dhënë dënim shumë më të lartë. S'pohi andej, domethënë meritat e gjykimit e kështu me radhë. Më po merrna me shqiptimin e dënimit, që është shpërputhje me të drejtat e njerëzit.
sepse Konventa Evropiane për Drejtat e Njerëzit konsiderohet në botë që është një prej dokumenteve më të arira për mbrojtjen e drejtave të njerëzit. Dhe vendet evropiane të cilat ne i synojmë dhe i lakmojmë, apo jo në gjithë i lakmojmë, ketojmë sami në Gjermani, sami në Suedi, sami atje, sami këtu, ato janë bërë vende të mira edhe për shkak e mas shumë për shkak që ti parin, që i mbrojnë drejtat e njerëzit. Për shkak drejtësisë. Për shkak drejtësisë. Në rastin e Sali Mustafës, në rastin edhe të tjerëve, Hashim Thaqit, Jakub Krasniqit, Kadri Veselit, Recep Selimit, dhe tjerëve aty që janë. Drejtat e njerëzit as nuk vinë në diskutim. Do më thonë nuk flet kërkosh për ato. Ka qasi shkelje flagrante të drejtave të njerëzit, sa që kjo tregon ty që e kom dëgju një herë zotin Dastit Pallaska, i cili me sa e diju në ka qenë dhe base ende është në mbrojtjen e pjesë e ekipit mbrojtës të zotit Thaqi, prezidentit Thaqi, cili ka dhënë një shpjegim shumë mirë. Ka thonë po, neve na vjen një gjykatë e cila heton dhe gjykon sipas hetimeve, po jo një gjykatë e cila përndjek. Pra në anglisht kjo thuhet prosecution, që e bën gjykata, edhe persecution, përndjekja. Që kjo gjykatë fatkeqësisht është menduar me qenë gjykatë e cila heton dhe gjykon, e po ka elemente të shëndrimit në gjykatë përndjekse. Dhe mendoj që qëto nuk bën një leju Kosova. Ju keni qenë deputet visare përmendet aso kohë, mos edhe kryetari i partisë. Po. Akuzat kryesore kanë qenë kundër zotit Thaqi, i cili ushtronte presion të jashtëzakonshëm mbi deputetët e vet për ta votu këtë gjykat, ligjin. Dhe akuza në drejtim të Thaqit ishte që ky ka marrë garanci që nuk do të shkoj vetë dhe do t'i çoj shokët e vet. Çka u demantua në fund. Pra, ishte njeriu i parë që u akuzua, domethënë, se sot i Thaqi konsiderohet udhëhec, si më thënë, i grupit të akuzuarve. Tash kur e analizon njeri dhe sheh sa shumë i kemi rënë qafë atij njeriu, pa të drejtë, sepse nuk e dim çka ka menduar ai, por ajo që e di unë është se kur ndërkombëtarët, partnerë ndërkombëtar, kanë thonë që duhet bëhet një gjë e tillë në të mirë të Kosovës, ai e ka bërë. Dhe e ka bërë edhe atëherë kur është konstatuar që i rrezikohet jeta atij, sepse nëse shkon në burg për jetë, rrezikohet jeta, i rrezikohet liria. Prej këtij kandit që ne e shohim sot, duhet me qenë kogja patriot edhe me dash këtë vend, sa me çu dorën, me inicu diçka e cila mas pari të merr ty. A imagjinohet sot dikush me ndërmarrë një veprim të tillë që i rrezikohet liria apo mirëqenia e dikujt tjetër? Sepse ne po ballafaqohemi sot me një situatë kur jemi në një konflikt me ndërkombëtarët për shkak se, si thuhet, nuk po i dëgjojnë ndërkombëtarët. Ai njeri i dëgjonte ndërkombëtarët dhe ku përfundoi sot. Kjo është e interpretueshme, ai tratun ndërkombëtarët, a mos rastësisht dikush i ka thonë, hajt mos tani se ti nuk prekesh, apo çka ka ndodhur, se tash gjatë këtyre viteve edhe në diplomaci ndodhin edhe pak konspiracion, pak teori të ndryshme, të cilat po i vulos zoti Richard Grenell. Tash unë mendoj kështu, e di, i kemi rënë qafë, veçanërisht për këtë çështje mendoj komplet padrejtësisht. Kreu të PDK-s. Pra edhe zoti Thaqi, edhe zoti Veseli. Po se të dytë ishin në njëjtin linë. Sepse atëherë në mos gabofsh, kjo ka qenë vitin 2014, pra zoti Thaqi ka qenë ministri i jashtëm, kryetari i partisë ka qenë Kadri Veseli, dhe kryetari i kuvendit, apo jo? Po. Kështu ka qenë situata. Sakt. Pra të dyve këtyre, të cilët sot janë në Hag. Kur e lexon raportin e Dick Martit dhe pastaj raportin e prokurorit amerikan Williamson, ti e sheh që të gjitha akuzat që kanë dalë prej këtyre dy raporteve i adresohen kreut të UÇK-s. Pra kushdo që merr dhe lexon çat dokument, sikur për shembull zoti Thaqi, zoti Veseli, zoti Krasniqi, zoti Selimi, dhe mendon që ata nuk kanë me qenë pjesë të kësaj gjykate, do duhet të ishin shumë naiv, pra mendoj që gjithë kanë ditë që potencialisht ata do të jenë, se për ta është bo, për kreun e UÇK-s është bo, nuk është bo për mua e ty. Unë se kom marrë dokumente, kom ditë që unë s'jam aty.
Ata e kanë ditë që janë, mendojnë. Kështu që po thudi kjo ka qenë sakrificë e madhe, po unë mendoj që është do për të mirën e Kosovës, sepse e kundërta kishte më qenë shumë keq për Kosovën. Është sakrifica e fundit e tyne që është bërë për Kosovën? E konsideron kështu? Unë mendoj që kjo është sakrificë e madhe, shpresoj të jetë e fundit, edhe shpresoj që ata dalin të përfundojë gjykimi ashtu siç e dëshmojnë dëshmitë, që dorën zemrën nuk ka kur farë dëshmie serioze aty. Domethënë me ato që kemi dëshmuar. Ani do të kthejna unë të kjo pjesa. Po ti këto janë shumë më mirë. Pra në këtë drejtim konsideroj që kjo ka qenë vendim jashtëzakonisht i pjekur politik. Edhe po është sakrificë, në kuptimin që ti për shembull e dorëzon vetëm në thu përkundër që unë kam gjykuar që përkundër që e di që është e padrejtë. Po e bëj. Po e bëj sepse mos më e bëu më keq për Kosovën. E mbase personalisht edhe individualisht kish mujt më qenë më mirë për ta. A kupton? Po është më keq për Kosovën. Aty në pastaj. Ne ju kishim thonë se ju për shkak të juj, ju e shkatrut këtë vend, e izolut Kosovën, e fut sankcione për interesat juajt personale se po keni frikë që shkoni në burg. Dhe pse po keni frikë që shkoni në burg? Se jeni kriminal, se keni bo këto, e keni bo këto, a pastaj poezia kishte qenë shumë e gjatë. Po kjo nuk ndodhi. Që ky ligjërim, veç parlamentit, që ky ligjërim, për shembull, po të kish refuzuar Kosova me boçë gjykat. Në syt e opinionit ndërkombëtar, kjo kishte më qenë pranimi i faqësisë. Në momentin që kishte refuzuar Kosova, dhe ata e kanë ditë që në krye të shtetit atko kanë qenë krerët e UÇK-s, kishin thonë këta pa e dinë që kanë faj, prandaj s'po dojmë gjyku. Domethënë njëri i faj shumë kështu me ikë gjyqësisë. I pa fajshëm shkon te gjykata, te prokurori jep dëshmi kështu më radh. Kur e kimi zmarrëveshje veç me çumë zor. Zoti Kurti nuk po shkon në gjykat për tash. Kjo është aludim që më bote unë me stash përgjithësi. Ora si shembull, është dy herë gjykata i shqiptar dënim. Domethënë po refuzon me shku si dëshmitar. Si dëshmitar për një rast korrupsioni. S'ka kur gjë të bëjë me aspektin politik. Tash në këtë anën tjetër, kjo qasje, domethënë që ky e ka bose, e ka ditë që s'është aty për mendimin tim përveç që nuk është e faktuar, është edhe shumë cinike. Po veç mos harrojmë vetë. Na për shembull kemi edhe sot Kosovë njerëz të cilë thonë që këta janë shkuar në GK se kanë ditë që s'kan me dekë. Apo jo. Po. Kush qohet edhe shkon në një luftë komplet pa barabartë. Po. Ai me tenka me push na tani allti, edhe thu po shkoj se unë aty pështaj. Kush hajt, do ta thonë veç mos i marr. Tash natyrisht në asnjë luftë nuk det kush. Por do të thonë që kjo mendsi që ka shumë udhëheqet për emocionet e urrëties ka si personit e jo për analizë racionale politike, është jashtëzakonisht e dëshme. Dhe unë mendoj që njerëzit duhet me kuptuar që dëmit që mund të shkaktohet Kosovës përmes kësaj gjykate, e veçanërisht përmes këtyre procedurave ose shkeljes së procedurave, ka më qenë shumë e madhe. Se kjo në fund të fundit nuk përfundon me shpalljen të fajshëm ose të pafajshëm të zotit Thaçi edhe të tjerëve. Domethënë zotit Mustafa kështu më radh, çto shkelja procedurave që janë bëu karshi zotit Mustafa në dënimin që për shkelje e ligjit. Që to eventualisht kanë më adresuar dikon në një gjykatë më të lartë apo jo. Nëse antarësohemi në Këshillin e Evropës. Edhe çto raste, çet rast në fakt zoti Mustafa ka më fituar let në gjykatën e Strasburrit, apo jo. Po. Dhe përgjegjësia për të shkelje kam ju vesh Kosovës, sepse gjykata, dhomat e veçanta janë gjykatë formalisht e Kosovës. E Kosovës. E votuar në kuvend e paraparë në Kushtetutën e Republikës dhe me legjë të votuar në Kuvendin e Republikës. Pra është kjo përgjegjësi e Kosovës. Të mos flasim pastaj për përgjegjësinë politike edhe, domethënë, dëmin, them kështu, politik që është ka në Kosova me çdo. Do të na në gjë pa e harrojmë, domethënë në luftën që kemi bërë na me Serbinë. Ka një avantazh jashtëzakonisht të madh për Kosovën sepse krimet janë kryer nga ajo e na jemi qenë në luftë kombëtare. Nëse tash na kemi kësi vendime katastrofale të pambështetëra, në të cilat në nivel të gjyqësorit, së paku në nivel dokumenteve gjyqësore, e bojnë një farbarazimi mes krimeve, kjo është e dëmshme pastaj për Kosovë. Tash në rastin e Sali Mustafës, njerëz besoj e dinë edhe publikisht tashmë se unë kam mik Sali Mustafën, unë e shmoj shumë, është njëri jashtëzakonshëm, patriot i madh. Në vitet 90 ka shku në burg si burgosin politik. Sa po ka dalë nga burgu, ka shku në mal, dhe ti ka përfundu lufta e jeta e ti ka shku kështu, dhe me thonë, një 10 vjeçar me plot hjeka sakrifica. Por po merremi po ndalim në këtë rast që është i gjykuar tashmë.
Besoj ju kujtohet njerëzve kur kryetarja e trupit gjykus tha ne nuk e dim kush e ka vrarë viktimen, por megjithatë ishte në përgjegjësi të UÇK-s. Me këtë logjik, secili mund dënohet. Në një kohë lufte, kur ka qenë ofenziva më e madhe e Serbisë në atë rajon dhe me dënu dikë pse është vrarë, se atë gjykata nuk e di kush e ka vrarë. Me shqiptu një dënim të tillë për mua është katastrofale. Megjithatë, kontribut shumë të madh që Sali Mustafa me qenë burg kanë dhënë edhe bashkëluftëtarët e tij. Fatkeqësisht. Dritan Goxha na kujtohet gjithëve. Dhe për të pati një urdhër arrest nga gjykata speciale. Dhe pse pati këtë urdhër arrest? Tash po merrem me disa çështje për dalë të gjëra më konkrete. Ai tha se nuk heshti më. Dhe tha se njerëz të caktuar janë dëshmitar në rastin e Sali Mustafës. Kështu e tha në një shkrim, i cili u botua dhe këtu edhe ne kemi botuar atë shkrim, dhe përmeni konkretisht Nazlije Balajn. Tha, ajo është dëshmitare kundër Sali Mustafës. Pati reagu zonja Balaj, natyrisht, për këtë çështje, po çka është shumë interesant, se gjykata speciale lëshoi urdhër arrest kundër zotit Goxhaj, është nga Shqipëria, ka qenë njëri prej eprorëve të UÇK-s, dhe akuza ishte që i ka friksu dëshmitarët, i ka ekspozu dëshmitarët, duke përmend emra. Në mesin e emrave ishte zonja Balaj. Për mua është nonsens krejt kjo farë situate, e cila dim kaq sa po flasun. Pse përmendet kjo? Pse u lëshu urdhër arrest? Dhe zonja Balaj dihet që është në Ministri i Drejtësisë. Ka qenë shef e kabinetit apo këshilltare e Ministrisë së Drejtësisë. Dhe ndërkohë, Ministria e Drejtësisë kufizoi mjetet financiare për të akuzuarit në Hag në kundërshtim me ligjin, sepse kur është votu ligji për dhomat e specializuara, është votu edhe një ligj për mbrojtjen juridike, mbështetjen juridike të akuzuarve. Ata kanë kufizime në mbrojtje, dhe rrjedhimisht këto kufizime po i bën shteti i Kosovës, dhe po bën në kohën kur Albin Kurti është kryeministër, Albulena Agjiu është ministër e drejtësisë. Prandaj kur i shoh të gjitha këto argumente, të gjitha këto, e kam thënë publikisht, unë mendoj që pushteti i Albin Kurtit do që zoti Thaçi të dënohet. Ky e ka ekskluzivisht me Hashim Thaçin. Dhe si pasojë e zotit Thaçi psojnë apo mund psojnë edhe të tjerët. Pra ky inati që e ka, ky mlefi me Hashim Thaçin që e ka Albin Kurti, ka reflektu edhe në kufizimin financiar të mbrojtjes së tyre. Për çka në fund, nëse ata dënohen, në fund pson Kosova. Sepse ata janë udhëhes të luftës çlirimtare, janë udhëhes të UÇK-s. Dhe një vendim fajsues për ta, Kosovën e nxjerr si shtet produkt i një lufte kriminale. Nuk e mendojnë, apo e mendojnë, nuk e diun e një gjë të tillë, por kjo me na kalu neve si shoqëni është e tmerrshme. Dhe ne kemi argumente në rajon, s'kemi pas ka me shpikni. Marrim Kroacinë. Kroacia, kur janë akuzu njerëz të saj, general të saj, dhe udhëhes politik, por kryesori ka qenë Gotovina, generali famshëm kroat, dhe ata janë akuzu si pjesë e një ndërmarrje të përbashkët kriminale. Njëjtë kemi ne akt akuzën e kundër zotit Thaçi dhe të tjerëve si ndërmarrje përbashkët kriminale. Dhe pse është kjo akuzë? Sepse nëse bie akuza si ndërmarrje përbashkët kriminale, bie komplet procesi.
Se vetëm këtë mënyrë këta po përpiqen me I bë përgjegjës për shkak të hierarkisë. Kur dihet që nuk ka pas ndonjë farë hierarkie kjo luftë, kjo strukturë. Pra, po çka bëri Kroacia? Kroacia për asnjë moment nuk ka ndërhyrë në proces, ama krijoi një ekip të madh avokatësh të paguar nga shteti, përfshirë edhe pagesat për të akuzuarit, të cilët e kanë përfaqësuar shtetin në gjykatën e Hagës kundër akuzës ndërmarrje përbashkët kriminale. Pra shteti I Kroacisë ka shku atje dhe ka thonë, ka dale, merrnu me këta si individ, gjeni përgjegjësi të secilit. Ne nuk lejojmë që shtetin ton me akuzu për ndërmarrjet përbashkët kriminale. Dhe ja kanë dalë. Dhe kjo akuzë ka rënë në procesin kundër Gotovinës dhe rrjedhimisht edhe shumica për tyne janë liruar si të pafajshëm. Ne nuk kemi bërë asnjë hap për ta mbrojt shtetin, për ta mbrojt luftën dhe për ta rrëzu këtë akuzë. Ne duhet merremi thjesht me akuzën ndërmarrje përbashkët kriminale. Çka do të thotë kjo për neve si shoqëni, çka do të thotë për drejtësinë, po çka do të thotë edhe për ty Visar? Po shqet, është kjo problemi... Se zgjata pak më. Problemi më të madh që unë kam me këtë, si më thonë, me mënyrën që shpo e sheh prokuroria, do më veçanta. E që besa edhe gjykatësit, disa prej tyre, me sa I kom pas, se janë shumë më shumë në prokurorisë, se sa që ishtë ka ndesh me qenë pa anshëm. E kam me që të mënyrën se si po e trajton luftën edhe ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Pra, nëse për shembull individ të caktuar kanë bërë krime që ato s'mund me përjashtu. Ata duhen gjykuar si individ, sepse për ushtrinë çlirimtare të Kosovës ti nuk I asnjë mbështetje, as dokumentim, as kur gjë tjetër, që ka qenë strukturë që ka pas politik dhe plan për kryerje të krimeve ndaj civilëve. Asnjë hiç. Nuk ka. Gjoma një dokumentu që ku thuhet për shembull që duhet që qytet me spastruar ose me bona se ashtu. Këto dokumente ka pas Serbia. Ushtria çlirimtare e Kosovës ka luftuar kundër forcave policore ushtarake të Serbisë për me çliru Kosovën. Nga Serbia, jo nga serbët. To do me përmend disa shumë herë. Sepse na në asnjë etapë të historisë tonë luftë me serbët nuk kemi bë me shtetin e Serbisë. Përfshirë në etapën e fundit. Për shembull ti ki mënyra se si është sjellta atë. Hashim Thaçi pas luftës në raport me komunitetin serb Kosovës, ty ta dëshmon këto, që kanë nuk e ka pas me serbët. Për dallim për Serbisë që ka pas me shqiptarët. Jo me një forcë të caktuar kundër shqiptarëve, me shqiptarët, përgjithësi. Dhe që dallim duhet me bo, dhe që dallim gjykata duhet me pas parasysh se kjo ka rëndësi edhe në aspektin juridik përveç se në aspektin politik. E parë. E dyta, Republika e Kosovës fatkeqësisht dhe qeveria e Kosovës aktualisht mendoj që po e bojnë një gabim të madh me përpjekjen në gjykatën speciale nuk po e shohin si përpjekje të Kosovës. Po e shohin si përpjekje të këtyre katër personave, për të cilët ata thonë që shkon mirë Recep Selimi, mos mund të thonë. Kjo është përpjekje e Kosovës. E kanë përshëndet Recep Selimin. E kanë vizituar vetë Recep Selimin. Po. Përveç Glaukut Njufës. Përveç Glaukut, po. Glaukut edhe Liburnaliut. Që të merr. Se Liburni është pjesë e UÇK-s. Cili do zyrtar që shkon atje dhe e viziton veç njërin bën gabim të jashtëzakonshëm. Sepse kjo është përpjekje e Kosovës. Në momente që të kryhet që kjo dhe të hiqet që kjo akuzë për krime lufte, kriminalizimin e luftës të UÇK-s, secili prej atyre bire që të dhe shtenen burg për korrupsion pas të shmi. Asnjë fjalë nuk ta thon kundër. Cilin dushbit të? Ajo është pastaj përpjekje individuale, bëni çfarë doni. Po që kjo është kolektive, mendoj unë. E Kosovës, bile e shtetit, siç ka bërë Kroacia. Se luftën na e kena bërë për me e bërë shtetin, apo. Edhe ka qenë përpjekje organizuar. Çlirimtare kur janë çliruar kena bërë shtetin. Për çati momenti Republika e Kosovës ja ka bërë UÇK-s për me mbrojt. Si UÇK. Hashimi Kadria këta janë individ pastaj. Në momentin, pra po them, në momentin që ama ata përfaqësojnë atje nuk janë si individ, çdo problemi. E që to do të më atje përfaqësojnë UÇK-n. Sakt, e që ndari unë mendoj që do të më bë. Domethënë unë e kam pa, njerëzit këtu e kanë një problem. Edhe në politik, fatkeqësisht po shpërfaqet kjo edhe kështu. Ja kombinati Verbiut rrjedhimisht çka do që ti bojnë Verbiut, unë jam në rregull. Jo. Ka pasur një kohë Visar
bile është përmend kjo mbas edhe nga on, kur njerëzit kanë thonë qatë shumë jena lodhë për i këtyne, sa po dojmë me i pa në burg edhe për krime lufte. Gabim o kjo se kështë në burg për krime lufte. Do me thonë, veç dojsh u kriju një frym, një klim në këtë vend, anti-Hashim, se kjo është lidhët gjithmonë me emrin e tina, anti-Hashim, që ishin të knaqën me qunë burg edhe për krime lufte, nëse veç nuk munden me që për korupcion, edhe për krime lufte. Dhe kjo ndodhi, dhe fatkeqësisht ka pas një matje, kur kanë shku ata në Hag, ka pas një matje që 70% shqiptarëve të Kosovës kanë qenë të knaqën pse ata kanë shku në Hag. Fatkeqësi kontare është kjo për mua. Në atë kohë, ndërkohë ka ndryshu, natyrisht. Ka ndryshu mësë... Po, dhe mendoj që pak edhe mënyra që është tjellë gjykata speciale, pak njerëzve ja u ka kthy, domethënë, ja ka ndryshu qëndrimin dhe mendimin. Se e kam pasur që këtu megjithatë po bëhet një farë kështu, një farë katrahure juridike, njerëz të rrengta. Këtë që po e them edhe për krime lufte. Po, problemi pse nuk ka ndryshu kjo në mendsinë e pushtetit? Se këto evrej. Dhe me thonë, nuk e kanë të lashe, unë sa vrej, nuk e ka të lashe Albin Kurti, pse atje dënohen njerëz për krime lufte, që janë te për trona që lidhen me luftën shlirimtare, por thjesht dënohet Hashimi. Pse po e reflekton, pse po e qënë këtë mesazh, Zoti Kurti? Po tash, unë mendoj që tash, Zoti Kurti e ka edhe një problem shtesë, unë mendoj që ai kështu politikisht e ka bezdi, Hashim Thaçi. Po të kishte qenë Hashim Thaçi këtu për shembull, ai kishte pas bezdish. Politikisht, sepse dominimi politik kishte më qenë, hajde s'po thon këti pamundur, por shumë më i vështirë. Tjetër fare. Aktualisht ka një dominim politik, e ka pasur edhe ajo PBN, por ka pasur dominim politik dhe mendoj që ka shfrytzuar çfarë situatë Zoti Kurti. Unë mendoj që secili qytetari i Kosovës duhet të kuptojë se është shumë thjesht. Pavarësisht pozicionit politik që ti e ke, pavarësisht çka mendon ti për Hashim Thaçin, për këtë UÇK si komandant të ushtar, dënimi i njerëzve të UÇK-s për krime lufte nuk kupton që edhe na kena mu dënu. Tash neve kemi burg s'kam na qus, po them ata. Po na kena mu dënu kolektivisht. Edhe unë që dënim nuk ja du Kosovës. Edhe pra po them, nuk ka këtë bëj me individin, fare. Qa mendojnë në për Hashimin, qa mendojnë të për Hashimin, kjo s'ka lidhje me këtë temë që bëjmë. Interesi i Kosovës është që kjo procedurë gjyqësore me rezultu me pafajshmëri në akterëve në të. Sepse pastaj kjo është mbyllje një herë për gjithmonë të gjitha akuzave të fabrikuara një pjesë e konsiderueshme të po jo nga Serbia kundër UÇK-s. Po pastaj, cila është pjesa tjetër që e ka është në interes të Kosovës. Megjithatë, që ato krime që janë kry, që ata njerëz që janë vërar, duhet me u gjetë kush i ka vrarë. Çfarë rrethana, për çka e kështu me radhë. Ajo është proces që duhet me bona, se dhe kjo është në interes të Kosovës. Unë i kuptoj për shembull njerëzit që me po përpjekje. Me po përpjekje, tash, natyrisht. Përpjekje serioze. Nashta të gjitha nuk zbulohen. Absolutisht. Me po përpjekje serioze, ama me ik të ndimit që me dënu njerëzve sa me thonë që e dënum dikon. Na kemi këtë rasti për shembull me zotin Samir Ushtak, që dënu 12 vjet. Për s'dihet kush u vra, nuk dihet emri edhe vendi ku. E as për çka. As për çka. As arma. Shkallë paru dënuar. Veç hajde, rebet, ty te ke vranë njerët, po se din kam, po qojmë për ku kam mërë kështu. Që me që e përmene këtë rastin e Samir Ushtakut Visar, aty është gjyku edhe Sulejman Selimi. Në 2 raste, unë da Drenica 1, Drenica 2. Në njënin rast u dënu, në tjetërin rast u shpalli pa fajshë. Po këto ndarje vishë për menaxhim, nuk e di pse i patë bo atëherë gjykata. Por më lejo ta them një diçka, i kam materialet, i kam fotografit diku, se në këtë proces ka qenë një dëshmitar. Nuk po e përmene, as si kod, as gjë. Ka qenë një dëshmitar mbase kryesori. Dhe çfarë thoshte ai në gjykatë? Thoshte që në shtabin e përgjithshëm të UÇK-s në Likoc, jam burgos, jam torturu, dhe mes tjera që akuzon të Sulejman Selimin, komandantën e përgjithshëm të UÇK-s, paramendoje, se ai më ka ngre me mash për testikujve në për dyshemi, dhe unë prej atëherë
unë jam i paaft seksualisht, dhe krejt këto tortura mi kanë shkaktu këta njerëz. Dhe më vonë jam marrën me këtë rast, me këtë proces, dhe me këtë dëshmitar. Këtë tipi kishte qenë i plagosur në vitin 1992, në një razë, në Katun Vetin, e merr plumin këtu, i depërton plumi në gjenitale, i del tjetër nënë. Dhe çka është shumë e rëndësishme këtu, dihet autori, është dënu autori, e ka vujt dënimin, janë fotografit, është ekspertiza mjekoligjore, janë të gjitha të konstatuara nga gjykata në vitin 1992, mos të harrojmë aso kohë ishte gjykata e Serbisë. Pra ata e këshin gjyku, e këshin konstatu, e këshin vujt njëri dënimin, dhe prej 92-ës edhe 6 vjetë ma vonë, e përshkruan dhe me ka ndodhur një ngjarje të tillë, e akuzon personin e njëjtë. Apo të familjes e tij. Është absurditeti më i madh që unë kam mujt me pa dikon. Dhe çka është e rëndësishme se kam përcjell atë proces gjyqësor, kur vjen ekspertja mjekoligjore e Euleksit e pyet mbrojtja, thot, a ke kontrollu ti tash së fundi, thot jo se i ka ardhur marrë atina. Me u zhvesh para me. Ndërkohë njerëzit gjykoheshin. Pra i ka ardhur marrë, ndërkohë njerëzit gjykoheshin. Dhe fatkeqësia më e madhe, se kryetari i trupit gjykues në atë proces, ka qenë gjyqtari që sot është kryetari i trupit gjykues në rastin e Hashim Thaçit. Dhe më vonë, në bazë edhe të dëshmive të ish kryetarit të gjykatës të asamblesë e Euleksit, Mallkon Simons, dhe në bazë të plot dokumentave që pa ta publikuan, del se ky gjyqtar thot për grupin e Drenicës, këta janë kafshë që duhet zbutën. Dhe kur i merr parasysh të gjitha këto për cilat fola, që janë shumë pak në krahasim me ato që ka, se s'muj me i rikthy tash në një emision, mos është një lloj prologu i atij procesi. Sakt. Atje është për mu është e frikshme. Është për ndjekje. Unë që të bëtham është për ndjekje, për shembull nëse e shohim tash jo ndaj individëve, zoti Thaçi, është ndaj UÇK-s. Sa gjykimi është bë, në sa instanca janë bë këto gjykime, prej Unikut të Euleksit, tash domat e specializuara, në farë mënyrë aty krijohet përshtypja dhe këto bëjnë veç analizë kështu politike, jo në aspektin juridik, krijohet përshtypja që dyqysh janë ndër njerëz atje që dojnë gjithçysh me dënutikën. Provon herën e parë spatat prova, hajtë të kallëzojnë apet herën e dytë, hajtë të kallëzojnë herën e tretë, hajtë të kallëzojnë herën. S'ki prova o zotni. Nuk mosh me dënu njerën pa prova pik. Dhe tash ti pa tregon që ka pas raste kur pa pik prove të kanë dënu. Qëllimi ka qenë dënimi. E tash pse është qëllim dënimi? Unë veç do të diskutoj se shoqni. Pse kam që ky grup ose njerëz, edhe pse na ja u lejojmë një grupit njerëzve që këtë qëllim për me i dënu do njerëz me e çu deri në këtë nivel. Pse na reagojmë pse jemi kaq dele në kuptimin e urtësisë, nuk po them unë. Absolutisht. Pse e pranojmë se gjëra. Për shembull është një parim në Shtetet Bashkuara të Amerikës për gjyqësorin, kur flasin edhe qysh ata për shembull e masin nga aspekti teorik shëndetin e gjyqësorit. Thonë kështu. Thonë më mirë me pas një gjyqësor i cili nuk arrin me i dënu 100 fajshëm, sesa një gjyqësor që e dënon dikon pa fajshëm. Po kjo është parim prej themelimit të drejtësisë në fakt, prej Romës. Do të thotë që kjo është drejtësia edhe siguria juridike që e quajmë, bazohet në çet parim. Pra po, në secili vend botës janë do kriminal që pështojnë. Në një farë mënyrë ose tjetër do sonenzojnë, do pështojnë gjyq, do e kanë shef provën, nuk i çka. Do jem pushtet, do hesin shtetin. Keq është, po nuk i çka bën. Me dënu dikon pa fajshëm, që tu shkelet barazia paraligjës që e quajmë ne. Se në momentin që ti për shembull çojmë bol pa bërë kur gjë, unë ti mos jena të barabartë, apo jo? Se kur ke bërë diçka, ke shkel ligjin, shkon bol, dakor, jo, aty para jona barabartë. Po nëse ty, unë që shina ty nëjshtu, ti s'ke bërë urgjë, ty qojnë bërë më mblojnë qëtu, s'ka më parazi. Tash unë jam i privilegjuar. Dhe tash, pse na e pranojmë një sistem gjyqësor i cili rrezikon me dënu njerëz pa provë. Që kjo është për mendimin tim ku i shkëndesh me qenë vija kuqe. Po mu dënu se cili provohet që ka bërë krime, qysh dëri të ketë emnin.
po asnjë që nuk dëshmohet. Që parembe, kërkush nuk mund më të gjyku pse njek, kërkush mund më thonë për perëndimorëve. Parim Alatëve tonë, diplomatëve perëndimorë, me thonë ja, ka për me kiti këtu se duhet me qudë njerëz bërë pa kur gjë. maksim juridik. Qysh me qudë. E unë mendoj që ta na duhet me insistu se është një. Unë mendoj që institucionet tona duhet me qenë shumë më aktive, unë mendoj që kuvendit duhet me qenë më aktiv. Pse për shkakun kuvendi nuk e bën një që thojnë një fact-finding mission, një komision. Pish me këshyrë për çush po shkon kjo procedurë, mos më përzi. Kuvendi ka mujtë me bëjt edhe një gjë tjetër. Me angazhu në institut ndërkombëtar të specializuar, tipit Amnesty International apo kudione, që me monitoru vetëm aspektin e drejtave të njeriut dhe aspektin e zbatimit të ligjit në përputhje me kushtetutën dhe konventat ndërkombëtare. Dhe ne me pas një mendim të pavarur, profesional, se çka është të ndodh atje. Në çdo aspekt. Se kemi bënë një Hiç gjë. pos më marr me meritën akta. Nuk kemi bënë një gjë të tillë. Po mujnë me bo, mujnë edhe sot me bo. Por me nxeu pa të bë kuvendi me ardh me dëshmu Malcolm Simonsi. Atë kujtohet? Jo. Ka pas probleme edhe një çështje e tillë. Ai erdh foli, dëshmoi. Së morë kërkush më me atë punë, se ndërkohë ra qeveria u bën edhe... Sepse edhe këto qërë, tash mund kujtohet, edhe kur kom qenë deputet, do më thonë, për një me nga njëherë akterët e caktuar ndërkombëtar e kanë tepru me këta atë mos ndërhyrjen gjyqësor. Për shembull, unë e di na kur diskutojshim kanë një kuvend kish seanca që flisnin për raste të caktuara. Nuk është çdo gjë ndërhyrje në gjyqësor. Për shembull, se ti e bën një hetim apo shkilje procedurat ose jo. Kjo është përgjegjësi e kuvendit. Me që kuvendit ka votu, ai nuk ndërhyn mendim, ai nuk vjen për shembull kuvend, nuk mund me thonë gjykatës të dhënë çka bën një çështje. Jo, ato s'pe kërkoj. Unë po kërkoj kuvendin e Republikës Kosovës përmes një institucioni të profesionalizuar ose edhe vetë me boni çdo. Më e mirë është një institucion tjetër. Kredibilitetit. Kredibilitetit edhe shkput këtë ndikimin politik, apo interpretimin për ndikim ose politik. interpretimin, ose sulmin mbi ta, po edhe ti iki për shkakun thotë po që ty është ke drejtat e njerëzit, që pikë është ke drejtat e njerëzit, që kjo si shkondesh me do që kjo është përputhje me ligj. Çat raporti pastaj mundesh me shpërndar me vendet mike, dhe thonë çuçao ka bu. Se na mendojmë që qeveria e Gjermanisë, Francës, e Anglisë, krejt e din çka ka bërë gjykatën e speciale për çdo Po pse duhet me ditë ata Pse në do fakt? të di çaj interesanti. Kjo është çështje e jotja. Për shembull, a ka bën ndonjë gjë diplomacia jon për këtë çështje? A tin të na informon që dikush ka shku ka fol për çet punë me një shtet? S'kam informacion. Qysh u bë që 4 vjet në qeveri që hiç se çelgohen për ato? Jo, nuk e di. Mos flet publik. A flasin në për tavolinë? Jo, asnjëherë. Qysh vëlla? Qysh mundet të për shembull e leju qytetarëve tu më shkel drejtë mos më thon asnjë fjalë. Visar diskutimi veçanërisht i kohëve të fundit, javëve të fundit është mundësia e mbrojtjes liri me që kam përfundu dëshmit e prokurorisë. Kam përfundu dëshmitar, kam përfundu prezantimi prova. Tash procesi ka shku në fund kur dëshmitarët edhe provat i prezanton mbrojtja. Jo. A ka arsye tash ata me mbrojt në paraburgim apo në liri? Natyrisht, nëse kanë përfundu dëshmite dëshmitarve të palës akuzuese, pse ata mos më mbrojnë në liri? S'ka që ndikon më dhe me dash. Nuk ka që kanë ndikon se kanë përfundu, ti ke marrë Jo provat. të regjistruar gjykatë çaq. Jo, po i ke marrë provat. Dhe çka është më e keqja, nuk e kemi dëgju asnjëherë përfaqësuesit e këtij shteti të qubre një letër, ne garantojmë që këta do të respektojnë masat, do të respektojnë arrestin shtëpiak, do të garantojnë siguri për dëshmitarët kush do qofshin ata, sepse shteti jo nuk i di kush janë ata, për me rrjedh procesi në rregull. Kujtohet në rastin e Ramush Haradinajt. Ka dërgu letër e Mirgova. Letër Hagës dhe ish shefi i UNMIK-ut në atë kohë, zoti Søren Jessen Petersen. Që ka pas pushtetin E ka ekzekutiv. pas pushtetin ekzekutiv. Dhe garancia atyne, zoti Haradinaj është mbrojt liri. Është mbrojt liri. Në atë kohë, flasim për 2005, 2006, 2007, sa zgjati procesi. Sot, shteti jonë, kryeministri, ministra e drejtësisë, një letër nuk e kanë shumë, i thonë, ne garantojmë që këta njerëz mbrohen liri, ne garantojmë që nuk do të ketë asnjë pasojë as për procesin gjyqësor, as për dëshmitarët. Absolutisht. Ç'a thot kjo për ty? Absolutisht.
Domethënë dhe tash që ky refuzim i qeverisë Republikës Kosovës, më ndihmu sa do pak atje, për çfarë sa mundet. Se po pajtohemi që shumë s'mundet po, për sa do pak, për shembull te financat të çka. Kjo ishte me qenë ndihmës megjithatë. Është njerëzore megjithatë. Domethënë kjo për mua tash e shpërfaq ose e çon këtë, si të them kështu, sjelljen e kësaj qeverie në nivel shumë më problematik. Që ngjall pastaj dyshime prej më të ndryshmeve. Pra edhe prej asaj që mbase nuk po dojmë hiç mi pas Kosovë. Letrinç atje. Kupton? Se s'ka pse me nejt me atje, të përmendë shumë mirë. Domethënë dy arsye i përdoren zakonisht për para burgim. Një e ndikon procesin, prova dëshmitare kështu me radhë, dhe dyta mundesh me hiq, këto dy dyshime, prandaj të mojnë burg. Edhe më përsërit vepra, që në këtë rast do të më ndodh lufta. Që kjo s'ka shans. Me hiq mundesh mu siguru. Ti mundesh si polici mu siguru, me thonë për te dera kanë më ulur me njëri. S'ka çushik pasaportën, jam okej këto i bëra. Po. Nuk çu me hiq, vazhdim vllaçin në për malje. Ato në kadre veselje. Ta që ta dhëtë në kulturë këtë ka në konteksti kulturore që veprojnë. Apo mendojnë që ta ishin mlu, me qebe ishin ikti ka, se shkon turp. Është interesant. Pra, provat s'mujnë më ndiku. Do me thonë, sët, mbajtjen para burgime këtyre katërve, për shkak të fazës ku kemi mri me procesin, është shkelje flagrante e drejtave të njerit, sepse është mbajtjen e para burgim që shë lexojnë arbitrare. Se mbajtja para burgime, a ke pa gjithë kur ta refuzojnë kërkesën për mbrojtje të liri, ka një arsye tim aty. Po. Ti jep do arsye pse? Po. Cila është arsye? Jo, e fundit ishte prap mund ndikoj në dëshmitar. Qysh? E fundit. Në mek munën tutën së jam nalë kërkush, edhe unë jam i bindur. Ma e ka thonë dëshmit, ki dëshmit. Unë jam i bindur për një gjë, se shumica aty në dëshmitarve janë të pagun, janë të përgatitur në Serbi, jo jam i bindur, kam prova. Dhe për këtë arsye është frika që ata mund, si me thonë, të ekspozohen në kuptimin për të parë kush janë e jo çka kanë thonë. Kjo është ideja, kjo është se po dëshmohet për çdo ditë, se shumica e këtyre njerëzve, këtyre dëshmitarëve, fillimisht kanë kalu ka Serbia për të përfunduar atje, dhe kjo thuhet edhe në dokumentet e vetë procedurave që janë të zhvilluar në Hag. Disa koha na përfundoi për këtë emision, kemi çka me fol, unë uroj që të ketë drejtësi në fund, dhe po ashtu unë uroj që shoqënia mos të hesht. Nëse kemi me hesht në këtë rast, kemi me përfundu keq. Edhe mendoj që secili do të me shiku këtë çështje nga interesi politik i Kosovës pashtu, nga perspektiva humane, edhe që thojnë na me si pak në veti. Mirupafshim.